Para se të fillojmë me historinë, na shkruani në koment se nga cili qytet jeni. Dielli sapo kishte filluar të ngrihej mbi kodrat e vogla që rrethonin qytetin e Prishtinës. Era e ftohtë e Marsit depërtonte nëpër rrugët e ngushtë të Tregut të Vjetër, duke bërë ajrin të ndjehej si thika të vogla akullnajore që të preknin fytyrën. Njerëzit fillonin të mblidhen ngadalë. Blegtor me thas të mëdha në supe, gra me shall të trasha që mbarnin në duar shporta të thurura me dorë, fëmijë që vraponin mes shtizave duke kërkuar ndonjë ëmbëlsirë të lirë. Në këndin më të largët të Tregut, atu ku rruga e kaldërmuar takohej me një rrugizë dherësh që çonte drejt fshatrave malore, qëndronte një karrocë e vjetër druri. E lyer dikur me ngjyrë jeshile, tani ishte zbehur nga dielli dhe shiu i viteve, me boja që lëviznin si lëkure vjeshtur. Mbi karrocë ishin të shtrira me kujdes domate të kuqëremta, tranguj të gjelbër që shkëlqenin nga vesa e mëngjesit, patate me dhe akoma të ngjashme me tokën nga ishin shkullur, qep, presh, kajsi dhe mollë të vogla që kishin erë të ëmbël. Pas karrocës qëndronte Arben Krasniqi, një djalë 23 vjeçar me një pamje që të bënte të mendosh menjëherë për punë të rënda dhe jetë të vështirë. Vishte një xhaketë të vjetër blu, e cila kishte qenë dikur e babait të tij dhe tani ishte 2 numbra më e madhe për të. Pantallonat xhinsit kishte njolla nga balta dhe uji, ndërsa këpucët e grisura në maj tregonin se kishin ecur kilometra të tërë nëpër rrugë gurore. Duart e tij ishin të ashpra, me lëkurë të plasaritur nga i ftohti dhe puna, por sytë e Arbenit ishin diçka tjetër. Ata ishin ngri si qielli i dimrit, por brenda tyre digjej një shkëndijë dinjiteti, krenarie dhe shpresë që asnjë vështirësi nuk e kishte shuar dot. Domate të freskëta, tranguj nga kopshti, ejani, shihni, bëni çmim të mirë, thirrri Arben, duke munduar që zëri i tij të depërtonte përtej zhurmës së Tregut që po zgjohej. Një grua e moshuar ju afrua duke ecur ngadalë, mbështetur në një shkop druri të gdhendur. Fytyra e saj ishte rrudhur si hardhia e vjetër, por shikimi i saj ishte i butë. "Sa e ke domatjet, biro?" pyeti ajo me zë të pëshpëritur. 200 denar kiloja, nën, ju përgjigj Arbeni me respekt, duke ulur pa kokën. "Por për ty 150 denar. Janë nga kopshti i nënës sime, pa plerat kimike, të shishme si ato të dikurshme." Gruaja buzëqeshi dhe shtriu dorën e saj të rrudhur për t'i prekur domatjet. "Je djalë i mirë, Arben, nëna jote të ka rritur mirë. Më jep 2 kile." Ndërsa Arbeni mbështillte domatjet me kujdes në letër të vjetër gazete, një makinë e zezë Mercedes, G-Class me xhama të errta, ndalloi me një fërshëllim gomash pikërisht përballë karriges së tij. Muzika e fortë rapit e shipes dëgjohej nga brenda, duke bërë që njerëzit të ktheheshin të shihnin. Motori u fik dhe dyert u hapën, nga sedila e pasagjerit zbriti një vajzë rreth 20 vjeçare. Pamja e saj ishte aq në kontrast me mjedisin e Tregut, saqë dukej sikur ishte zbritur nga një botë tjetër. Vishte një palltoj të bardhë Gucci që i arrinte gati në gjunjë, nën të cilën ndale një fustan i shkurtër i zi që tregonte këmbë të imta të mbuluara me çorape të holla mëndafshi. Këpucët e saj ishin stileto të kuqe, me taka të larta që klikëllehnin në kaldërmin e vjetër. Flokët e saj të zinj ranë në valë të përsosura mbi shpatullat dhe në qafë shkëlqente një gjerdan me diamante që dukej se kushton më shumë se të gjithë tregtarët e Tregut të fitonin në një vit. Emri i saj ishte Lara Berisha. E bia e vet me Agim Berishës, pronari kompanisë më të madhe të ndërtimit në Kosovë, Lara kishte lindur me lugari në gojë dhe nuk kishte njohur kur çfarë do të thotë të vuash për diçka. Çdo gjë që kishte dashur, e kishte marrë. Çdo dëshirë e saj ishte urdhër për babain e saj. Pastaj, zbritën 2 shoqet e saj, Rina dhe Elsa, të veshura po aq luksozëm, duke mbajtur çanta Louis Vuitton dhe duke parë rreth e përqark me përçmim të lehtë. "O Zot, ku na solle Lara?" ankohet Rina duke mbajtur një shamim mbi hundën. "Këtu ka erë sikur kanë vdekur kafshët." "Është e tmerrshme," shtoi Elsa duke tundur kokën. "Çfarë kërkojmë ne këtu?"
Lara qeshi me një të qeshur të hollë dhe artificiale. Doja të shikonim si jeton njerëzit e thjesht, vajza. Babai më tha që duhet të jemi më të lidhur me popull për imazhin e kompanisë. Plus, influencerja jo amerikane bëri një vlog në një treg në Marok dhe mori 10 milion shikime. Mendova se mund të bëjmë diçka të ngjashme. Ajo nxori telefonin e saj të fundit iPhone dhe filloi të bënte selfie, duke u siguruar që makina e shtrenjtë të ishte në sfond. Duhet të duket autentike, por edhe elegante. #tregjet e vjetra, #lifestyle goals, #real people. 3 vajzat filluan të esnin mes shqizave, duke tërhequr vëmendjen nga të gjithë. Disa njerëz i shikonin me admirim, të tjerë me pak kënaqësi të fshehur, dhe kishte edhe ata që thjesht ulnin kokën dhe vazhdonin punën e tyre. Lara ndali përpara karriges së Arbenit. Sytë e saj të kaltër e skanuan atë nga këmba në kokë me një shprehje të pakënaqur. Pamja e tij e varfër, xhaketa e grisur, duart të ashpra, e gjitha kjo shkaktoi në të një lloj përçmimi që ajo nuk e fshehte. "O, shiko këtë", tha ajo me zë të ngartë, duke u drejtuar shoqeve, por duke folur mjaft fort që Arbeni dhe të gjithë rreth tyre të dëgjonin. "Ky akoma shet perime me karrocë? Ne jemi në shekullin 21 dhe disa njerëz jetojnë sikur jemi në kohën e Skënderbeut." Rina dhe Elsa qeshën më vehje. Arbeni ndjeu se fytyra e tij po skuqej, por nuk tha asgjë. Vazhdoi të paketonte porositë e gruas së moshuar, duke munduar t'i injoronte ato. Por Lara nuk ishte mbaruar. Ajo hyri më afër, duke vështruar karrigjen me një buzëqeshje tallse. "Domate, tranguj, sa të mrekullueshme, edhe sigurisht në letër gazete. Sa organike dhe autentike", ajo bëri shenjat e thonjve në ajër kur tha fjalët e fundit. "Çfarë dëshironi?" pyeti Arbeni më në fund, duke ngritur kokën për ta parë. Zëri i tij ishte i qetë, por kishte një ton dinjiteti që nuk mund ta anashkalohej. Lara buzëqeshi më gjerë. "O, flet edhe, mendova se ishe statuj. Thuaj, sa fiton nga kjo biznes që ke? 50 euro në ditë? 100? Duhet të jetë e vështirë, apo jo?" "E mjaftueshme për të ushqyer familjen time", ju përgjigj Arben, duke e mbajtur zërin i qetë megjithse zemra i rrihte me forcë. "Ndoshta nuk është shumë për ty, por ne jemi krenar për çdo sent që fitojmë me gjersën tonë." "Krenar?" Lara hapi sytë si të habitur. "Vërtet? Krenar për të qëndruar në këmbë në të ftohtë duke shitur tranguj? Sa inspiruese." Ajo u kthye te shoqet e saj. "Vajza, na duhet të bëjmë një foto me të. Do të jetë aq e bukur për Instagram. #bless the less privileged." Arben ndjeu një val zemërimi që po ngitej në gjoks, por përpara se të mund të thoshte diçka, gruaja e moshuar që kishte bler domatet ngriti zërin. "Mjaft, vajzë", tha ajo me një fortësi surprizuese. "Çfarë të ka bërë ky djalë ty që e poshtëron kështu? Ai punon dëshmërisht, nuk lyp dhe nuk vjedh, të turp qoftë." Lara ja ktheu shikimin gruas me një shprehje të ftohtë. "Gjyshe, mos u përzije në biseda që nuk të përkasin. Dhe ti?" Ajo ju drejtua Arbenit përsëri. "Kujdes me gojen. Njerëz si ti duhet të jenë mirënjohës që ka njerëz si ne që të lejon të punosh këtu. Babai im zotëron gjysmën e këtij qyteti." Ajo nxorri portofolin e saj të kuq dhe hapi copë të pastra 50 eurosh. Me një gest teatral, ajo hodhi 2 kartë monedha mbi domatet e Arbenit. "Mbaj këto. Bli diçka më të mirë për të veshur. Nuk duhet të duket si lypsari kur punon." Arben ndjeu se gjaku po i vlonte, duart i dridheshin. Për një moment, mendoi t'i kthente parat në fytyrë, të bërtiste, të thoshte gjithçka që po mendonte, por papritur kujtoi fjalët e nënës së tij nga ajo mëngjes. "Biro, dinjiteti nuk humbet kurrë nëse e mbron me heshtje. Njerëzit e këqij vetë dënojnë veten me fjalët e tyre." Ai thithi thellë frymën, mori parat dhe i vuri në xhep pa e parë Larën në sy. "Faleminderit", tha me një zë aq të qetë dhe të ftohtë, saqë ajo për një moment ndjeu diçka të çuditshme. Një shqetësim të vogël, sikur kishte kaluar një kufi. Por ajo e shtypi atë ndjenjë dhe u kthye te shoqet e saj me një të qeshur.
Shihni, ata janë të lumtur me një grimc. Hajde të shkojmë, më mërzit këtë. 3 vajzat u larguan duke qeshur. Makina u ndez përsëri me një vrull motori dhe ato ikën duke lënë pas një re të holltymi. Tregtarët përreth Arbenit e shikonin me mëshirë. Disa u lën kokën me turp për atë që kishin dëgjuar. Gruaja e moshuar vuri dorën mbi krahun e Arbenit. Mos u mërzit, biro, tha ajo but. Njerëzit si ajo bien shpejt. Toka është e rrumbullakët. Çfarë hedh, kthehet. Arben buzëqeshi me trishtim. E dinën, por ndonjëherë dua vetëm se dikush si ajo të kuptoj se jeta nuk është vetëm para dhe veshje të shtrenjta. Do ta kuptoj, tha gruaja duke shtrënguar lehtë krahun e tij. Dhe ti do t'jesh ai që do t'ja mësosh. Kur dielli filloi të pëkulej drejt horizontit dhe tregu u zbraz ngadalë, Arben bështolli karrocën e tij dhe e nisi të ecte në rrugën e gjatë që çonte drejt shtëpisë. Ecte në të njëjtën rrugë çdo ditë, një rrugë që shtrihej nëpër fusha, ka përcente një urë të vogël guri mbi një lumth të ngushtë dhe ngjitej në një kodër ku qëndronin shpërndarë shtëpi të vogla. Shtëpia e Arbenit ishte një ndërtesë e vjetër me një kat, e ndërtuar nga babari i tij me duart e veta para se të vdiste 5 vjet më parë. Muret ishin nga gur të marrë nga fushat përreth, dhe çatia ishte nga tjegullat të kuqëremta që kishin filluar të qahen nga koha. Kopshti i vogël përpara shtëpisë ishte i mbushur me pemë frutash, një moll, një dardh dhe disa radhë me domate, tranguj dhe perime të tjera që nëna e Arbenit i kultivonte me dashuri. Kur Arbeni e shtyr derën e shtëpisë, u prit nga aroma e qumshtit të vluar dhe e byrekut që sapo kishte dalë nga furra. Nëna e tij Shpresa qëndronte në kuzhinën e vogël duke pastruar enët. Ajo ishte një grua në të 50-tat e hershme. Për jeta e vështirë e kishte plakur më shpejt se mosha. Flokët e saj të thinjur ishin të lidhur në një bishtë të thjeshtë dhe duart e saj të punuar tregonin historinë e viteve të pafundme sakrifice. Mirëmëngjes, nën, tha Arbeni, duke hyrë dhe duke puthur faqen e saj. Mirëmëngjes, Piro, iu përgjigja ajo me një buzëqeshje të ngrohtë. Si shkoi tregu? Arben vendosi kutinë e vogël me para mbi tavolinë. Mirë, shitëm gjithçka përveç disa qepëve, por mjaftojnë për darkën. Shpresa e pa djalin e saj me një shprehje që përziente krenari dhe trishtim. Ti punon shumë, Arben, ndonjëherë më vjen keq që nuk mund të jap jetën që meriton. Nën, tha Arbeni, duke ulur zërin dhe duke ju afruar asaj. Ti më ke dhënë gjithçka, më ke mësuar ndershmëri, punë dhe durim. Këto janë pasuritë e vërteta. Ata ngrën darkë së bashku, byrek me gjath dhe një pjatë supë me perime nga kopshti. Ishte një darkë e thjeshtë, por e ngrohtë dhe plot dashuri. Pas darkës, Arbenu i mri në dhomën e vogël që e përdorte si zyrë. Një tavolinë e vjetër druri, një karrige e përkulur dhe një kompjuter i vjetër desktop që e kishte bler të përdorur nga një shitës në qytet. Ai e hapi kompjuterin dhe filloi të lexonte. Çdo natë, Arben kalonte orë të tëra duke studiuar. Kishte filluar me video në YouTube për marketing, pastaj për biznes, dhe tani po lexonte libra elektronik për sipërmarrje, financa dhe menaxhim. Ai kishte një ëndër që e mbante zgjuar natën dhe që e bënte ta përballonte çdo poshtërim dhe vështirësi. Arben donte të ndërtonte diçka, jo vetëm për veten e tij, për nënën e tij, për familjen e tij, për të gjithë ata si ai që ishin nënvlerësuar dhe tallur për shkak të varfërisë. Ai donte të tregonte se nga hiçi mund të ndërtohej diçka e madhe. Asnjë nga këto nuk ishte e lehtë. Arben kishte pasur shumë momente dyshimi. Kishte net kur flinte vetëm 3 orë përse kishte lexuar deri në mëngjes. Kishte ditë kur ndihet aq i lodhur sa mendonte të dorëzohej. Por çdo herë që kjo ndodh, ai kujtonte falet e babait të tij para se të vdiste. Biro, kishte thënë babai i tij, duke mbajtur dorën e tij të dobët. Nuk ka rëndësi ku fillon, ka rëndësi ku vendos të shkosh. Dhe nëse vendos të shkosh lart,
Asnjë mur në botë nuk mund të të ndalë. Arben kishte shkruar këtë fjalinë në një letër dhe e kishte ngjitur mbi tavolinën e tij. Çdo natë përpara se të flinte, e lexonte. 3 muaj pas incidentit në treg, Arbeni filloi të vihet në zbatim një plan që kishte krijuar me kujdes. Ai kishte vënë re diçka. Në qytet nuk kishte një shërbim të organizuar dhe modern për shpërndarjen e produkteve organike direkt nga fermat te konsumatorët. Të gjithë blinin nga supermarketet e mëdha, por askush nuk e dinte nëse domate që blinte ishte vërtet organike apo e mbushur me pesticide. Arbeni filloi të kontaktonte fermerët e tjerë në fshatrat përreth. Ai u propozoi një partneritet. Ata do t'i jepnin atij produktet e tyre organike me çmim të ulët dhe ai do t'i shiste në qytet, me një sistem porosi online dhe dorëzim në shtëpi. Fitimi do të ndahej në mënyrë të drejtë. Ideja ishte e thjeshtë, por ekzekutimi ishte sfidues. Arben krijoi një faqe të thjeshtë interneti duke përdorur një platformë falas, bëri video me telefonin e tij të vjetër duke treguar produktit dhe si mblidhen. Postoi në grupe të ndryshme në Facebook dhe filloi të tërhiqte vëmendje. Porosia e parë erdhi nga një grua në Prishtinë që donte 3 kg domate organike. Arbeni ja dorëzoi vetë me biçikletë. Gruaja u befasua nga cilësia dhe nga fakti që Arbeni kishte ardhur personalisht. Ajo postoi një koment pozitiv online. Pastaj erdhi porosia e dytë, e treta, e pesta. Brenda një muaji, Arbeni po merrte 10 porosi në vit. Ai punonte nga agimi deri në mëngjesin e ardhshëm, mblidhte produktet, i paketonte, i dorëzonte, përgjigje në mesazhe, ishte e lodhshme. Por për herë të parë ai ndjeu se ëndra e tij po bëhej realitet. Por kishte një problem. Arbeni nuk kishte kapital për të zgjeruar. Ai kishte nevojë për një mjet transporti, për një frigorifer të madh për të ruajtur pemët dhe perimet fresk, dhe për një hapësirë magazinimi. Ai kishte nevojë për investim. Një ditë, një nga klientët e tij, një profesor në Universitetin e Prishtinës, i tha për një konkurs startup që organizohej nga një fond i BE-s. Arbeni t'i dha një fletushk. Apliko, tha profesori. Ideja jote është e mirë. Mund të fitosh. Arbeni kaloi 2 javë duke përgatitur një plan biznesi. Ai mësoi si të shkruante një raport financiar, si të bënte projeksione të ardhurave, si të paraqiste një prezantim. Ai e bëri të gjithë këtë duke përdorur resurse falas në internet dhe duke pyetur njerëz që kishin njohuri. Dita e prezantimit erdhi. Ishte në një hotel luksoz në Prishtinë. Arbeni hyri duke ndjerur se nuk i përkiste asaj ambienti. Njerëzit përreth ishin të veshur me kostume të shtrenjta, mbante laptope të fundit dhe flisnin me terma që ai sapo kishte filluar t'i kuptonte. Por kur erdhi radha e tij, Arbeni u ngrit dhe foli me një pasion që i heshti të gjithë. Ai nuk kishte PowerPoint të sofistikuar apo grafik me efekte speciale. Ai kishte vetëm foton e nënës së tij në kopsht, foton e fermerëve që punonin në fisha dhe një histori të sinqertë për të ndryshuar mënyrën se si konsumatori marrin ushqimin e tyre. Unë nuk ju kërkoj para për të bërë makinë të shpejta apo aplikacion lojrash, tha ai me zë të qëndrueshëm. Ju kërkoj mundësinë të ndërtoj një urë mes fushave dhe tryezave të njerëzve. Çdo domate që ne shpërndajmë nuk është vetëm një produkt, është djersa e një fermeri, shpresa e një familje dhe shëndeti i një konsumatori. Kjo është arsyeja pse ky biznes duhet të ekzistojë. Kur mbaroi, kishte heshtje. Pastaj, një nga antarët e juris, një grua e moshuar me syze dhe pamje të rept, filloi të duartrokiste. Të tjerët ju bashkuan. 2 javë më vonë, Arbeni mori një telefonat. Ai kishte fituar investimin prej 30.000 euro. Me kapitalin e re, Arbeni filloi të transformonte idenë e tij në një kompani të vërtetë. Ai hapi një zyrë të vogël në periferi të qytetit, një hapësirë e thjeshtë me disa tavolina, kompjutera dhe një frigorifer industrial. Emri i kompanisë: Nga toka ime. Një emër që donte të thoshte saktësisht atë që ofronin. Produkte të freskëta direkt nga toka e fermerëve vendas. Arbeni punsoi 3 persona në fillim. Një shofer me një furgon të vjetër Volkswagen që e blau të përdorur, një asistent që menaxhonte porosit dhe një agronomist që kontrollonte cilësinë e produkteve që blinin nga fermerët. Puna ishte e vështirë. Ditët fillonin në ora 5 të mëngjesit dhe përfundonin në mesnatë. Kishte kohë kur furgoni prishej në mes rrugës dhe Arbeni duhet ta ndiqte vetë deri në qytet. Kishte ditë kur një fermer nuk e kishte produktin e premtuar dhe Arbeni duhet të gjente zgjidhje të shtejtë. Kishte momente kur nuk dinte nëse do të kishte mjaft para për të paguar punonjësit në fund të muajit. Por Arbeni nuk u dorëzua kurrë.
Ai punoi më shumë se kushdo tjetër. Ai ishte personi I parë që hynte në zyrë dhe I fundit që e linte atë. Ai vepronte me integritet të plot. Nëse diçka shkonte keq, ai e pranonte dhe e rregullonte menjëherë. Nëse një klient nuk ishte I lumtur, Arbeni personalisht I kthente parat dhe jepte një shpjegim të sinqertë. Kjo qasje filloi të jepte fryte. Klientët filluan të flisnin për nga toka ime me miqtë e tyre. Komente pozitive shfaqen në rrjete sociale. Një gazetar lokal shkroi një artikull për Arbenin. Nga karrigja në kompani, historia frymëzuese e një sipërmarrësi të ri. Pas 6 muajsh, nga toka ime kishte 300 klient të rregullt. Pas një viti, numri u rrit në 1000. Arbeni bleu 2 furgon të rinj dhe punësoi 15 persona. Ai hapi një qendër të vogël shpërndarjeje në Prizren dhe filloi të eksploronte mundësinë e zgjerimit në Maltëzi dhe Shqipëri. Por suksesi erdhi me shfalla të reja. Konkurenca filloi të shfaqet. Kompanitë mëdha vendosën të kopjonin modelin e tij. Disa fermer filluan të ngrenin çmimet. Dhe më e vështira e të gjithave, Arbeni filloi të ndihet I lodhur. Ja fizikisht, por emocionalisht. Ai nuk ishte pasur një ditë pushim prej 2 vjetësh. Nuk ishte parë miqtë e tij nga shkolla. Nuk ishte kohë për të menduar për diçka tjetër përveç punës. Një ditë nëna e tij e pa duke punuar deri vonë në natë dhe I tha: "Biro, po e ndërton një perandori, por mos harro se ti je njeri. Nëse humbet vetvete në rrugë, çfarë do të mbetet në fund?" Këto fjalë bën Arbenin të ndaloj. Ai kuptoi se duhej të gjente një ekuilibër. Ai filloi të delegonte më shumë përgjegjësi te punonjësit e tij, filloi të merrte një ditë në javë lirë dhe filloi të mendonte për një gjë që nuk e kishte bërë prej kohësh, dashuria. Ndërkohë, bota e Larës Berisha po kalonte një transformim të ndryshëm, një që ishte shumë më I dhimbshëm. Gjithçka kishte filluar të shkonte keq një vit më parë, por Lara nuk e kishte vënë re sepse ishte shumë e zënë duke shijuar jetën e saj luksoze. Kompania e babait të saj, Berisha Construction, kishte filluar të humbas kontrata të mëdha. Rivalet e tyre kishin filluar të ofronin çmime më të ulta dhe cilësi më të mirë. Projektet që Agim Berisha kishte nisur ishin vonuar dhe shumë prej tyre kishin mbetur të pambyllura. Por problemi më I madh nuk ishte vetëm konkurenca. Agim Berisha kishte bërë disa vendime të këqija biznesi. Ai kishte marrë hua të mëdha nga banka për të investuar në projekte që nuk kishin dhënë rezultate. Ai kishte besuar njerëz të gabuar, partnerë që I kishin tradhtuar dhe kishin vjedhur para nga kompania. Dhe më e keqja, ai kishte jetuar një jetë aq të shtrenjtë, vila të mëdha, makina luksoze, pushime në ishuj egzotik, saqë kur filluan problemet financiare, ai nuk kishte asnjë kursim. Një mëngjes, Lara u zgjua nga trokitja e fortë në derë. Babai I saj ishte në zyrën e tij duke folur me zë të lartë në telefon. Nëna e saj, Mirela, qëndronte në korridor duke qarë. "Çfarë po ndodh?" pyeti Lara, duke ndjerë një ankth të çuditshëm. "Banka po na bllokon llogarit", tha nëna e saj me zë të thyeshëm. "Ata po kërkojnë pagimin e kredive. Babai yt, ai ka borxhe shumë të mëdha, Lara." Lara nuk mund ta besonte. "Por si është e mundur? Ne kemi para. Kompania është e suksesshme." "Jo më", tha babai I saj duke dalë nga zyra me një fytyrë të ngrysur. Ai dukej 20 vjet më I vjetër se dje. "Gjithçka ka përfunduar. Kompania është në falimentim. Shtëpia do të sekuestrohet. Makina do të merren. Ne nuk kemi më asgjë." Javët që pasuan ishin një ëndër e keqe. Lara e pa shtëpinë e tyre të madhe, vilën me pishin dhe kopsht të gjerë, duke u mbyllur me shirita të kuq nga gjykata. E pa makinat e saj të dashura duke u ngarkuar në kamion. E pa veshjet e saj të shtrenjta duke u mbështjellur në kuti sepse ato duhet të shiteshin. Familja u zhvendos në një apartament të vogël me 2 dhoma në një lagje të zakonshme. Ishte e vogël, e vjetër dhe shumë larg botës që Lara kishte njohur. Nuk kishte më shofera që ta merrnin kudo të donte. Nuk kishte më karta kredie pa kufi. Nuk kishte më miq që vinin në vilë për festa. Dhe shoqet e saj, Rina dhe Elsa, ato u larguan shpejt. Kur Lara u telefonai për të folur, ato ishin gjithmonë të zëna. Kur u ftoi për kafe, ato kishin plane të tjera. Brenda një muaji, ato kishin pushuar së përgjigjuri mesazhet e saj. Lara ndjeu për herë të parë në jetën e saj se çfarë do të sot të jesh e vetmuar. E vetmuar dhe braktisur nga njerëzit që kishte menduar se ishin miq të vërtet. Për të keq, historitë për rënien e familjes Berisha u përhapën me shpejtësinë e zjarrit.
Gazetat shkruanin artikuj me tituj si Perandoria Berisha rrëzohet dhe Nga luksi në mbarfëri, historia e një familje që humbi gjithçka. Njerëzit në rrjetet sociale komentonin me ironi dhe gëzim të keq. Dhe më e dhimbshmja nga të gjitha, Lara e pa një koment në një artikull që e bëri të ngrinte. Ishte një koment nga dikush që thoshte: "Kjo është ajo vajza që tallte njerëzit e varfër në treg. Tani le të shijoj varfërinë thet." Lara mbyllte telefonin dhe qau. Për herë të parë, ajo kuptoi se sa mizore kishte qenë. Për herë të parë ajo ndjeu turpin e vërtet. 3 muaj pas rënies së familjes Berisha, Lara ishte detyruar të gjente një punë. Ajo nuk ishte kurrë punuar në jetën e saj, dhe CV-ja e saj ishte bosh, përveç një diplome universitare në marketing dhe komunikim, që kishte marrë fal babait të saj, që kishte paguar profesorët. Ajo aplikoi në 10 vende, dyqane veshje, kafe, restorante, por askush nuk e mori. Disa e njihnin dhe nuk donin të merrnin dikë me reputacion të keq. Të tjerët thjesht shihnin se ajo nuk kishte eksperiencë. Në fund, ajo gjeti një punë si kamariere në një kafe të vogël në qendër të qytetit. Paga ishte e ulët, vetëm 350 euro në muaj, por ishte diçka. Lara filloi të punonte nga mëngjesi deri pasdite, duke shërbyer kafe dhe ëmbëlsira, duke spastrier tavolina dhe duke përballuar klientë të paduruar. Ishte një ndryshim i frikshëm. Këmbët I dhemnin nga të qenurit në këmbë gjatë gjithë ditës. Duart I ishin bërë të ashpra nga uji dhe detergjentët. Dhe më e rënda, ajo duhet të përballonte shikimet e njerëzve që e njihnin dhe qeshnin me të. Një ditë, ndërsa Lara ishte duke shërbyer në tavolinat e jashtme, një makinë e njohur ndaloi përpara kafes. Nga ajo zbritën Rina dhe Elsa, ish shoqet e saj. Ato ishin të veshura luksoz, duke mbajtur çanta të reja dhe duke qeshur. Lara ndjeu se zemra po I ngrinte. Ajo përpiqej të fshihej pas një shtylle, por ishte shumë vonë. Rina e pa. O Zot, thirri Rina me një zë që ishte I qartë tallës. Lara, je ti? Punon si kamariere? Elsa vuri dorën në gojë sikur po përpiqej të mos qeshte. Sa interesante, kujtohesh kur na thoshe se nuk do të punoje kurrë një punë normale? Që ti ishe krijuar për gjëra më të mëdha? Lara ndihet e poshtëruar në mënyrë të tmerrshme, por përpiqej të mbante qetësinë. Po, punoj këtu. Njerëzit ndryshojnë, Rina. Pa dyshim që ndryshojnë, tha Rina me një buzëqeshje të ftohtë, veçanërisht kur nuk kanë më paratë e babait. Ajo u kthye te Elsa. Më kujtohet si na thoshte që ne nuk kishim stil. Tani ajo vesh uniform kamarieri, sa ironike. Të dyja vajzat qeshën dhe hynë në kafe, pa porositur asgjë. Kishin ardhur thjesht për ta parë Larën. Pas 5 minutash, ato dolën përsëri dhe ikën, duke e lënë Larën të qëndronte e mbytur në poshtërim dhe lot. Ajo nuk qau atje. E mbajti derisa mbaroi turnin e saj, shkoi në banjën e vogël të kafes dhe lëshoi të gjitha lotët që kishte mbajtur. Ajo ishte bërë ajo që dikur kishte tallur, e varfër, e poshtëruar dhe e vetmuar. Por ndërsa qante, diçka ndryshoi brenda saj. Një ndjenjë e re filloi të merrte formë. Nuk ishte vetëm turpi ose trishtimi, ishte diçka më e thellë. Një vetëdije, një kuptim I vonë që bota nuk rrotullohej rreth saj, që të tjerët kishin ndjenja, që fjalët dhe veprimet kishin pasoja. Ajo kujtoi djalin në treg, Arbenin. Kujtoi si e kishte tallur, si kishte hedhur para mbi produktet e tij, si kishte folur për të sikur ai nuk ishte njeri. Tani, për herë të parë, ajo ndjeu se çfarë kishte ndjer ai. Zoti im, përshpëriti ajo me vete. Çfarë kisha bërë? Një pasdite të shtunën, Lara kishte një ditë lirë nga puna. Ajo vendosi të ecte nëpër qytet për të qartësuar mendjen. Kaloi nëpër rrugë të njohura që dikur I kalonte me makinë, por tani I shihte nga këmbësori. Gjithçka dukej ndryshe nga kjo perspektivë, më e vogël, më e thjeshtë, më njerëzore. Pa e planifikuar, këmbët e saj e çuan në tregun e vjetër, vendin ku kishte parë Arbenin për herë të fundit. Tregu ishte po aq I zhurmshëm si atëherë, tregtarët thërrisnin, blerës diskutonin për çmime, era e frutave dhe perimeve e mbushte ajrin. Lara filloi të ecte mes shtizave, duke shikuar për karrocën e vjetër të drurit të njëjtë që Arbeni e kishte pasur, por nuk e gjeti.
Në vend kësaj, ajo pa diçka tjetër. Një tendë e madhe e bardhë me një shenjë në të. Nga toka ime, produkte organike të freskëta. Nën tendë kishte një tavolinë të organizuar me kuti të plota me domate, tranguj, mollë dhe perime të tjera, të gjitha të ambalazhuara në mënyrë profesionale me etiketat e kompanisë. Prapa tavolinës qëndronte një vajzë e re që buzëqeshte dhe fliste me klientët. Lara u afrua me kureshtëri. "Çfarë është kjo?" pyeti ajo. Vajza buzëqeshi. "Kjo është një nga pikat tona të shpërndarjes. Kompania nga toka ime ofron produkte organike direkt nga fermat vendase. Mund të porosini edhe online dhe ne ju dorëzojmë në shtëpi." "Nga toka ime?" përsëriti Lara. Ajo e kishte dëgjuar këtë emër diku. "Kush e ka këtë kompani?" "Pronar është Arben Krasniqi", tha vajza me krenari. "Ai e filloi këtë biznes nga hiçi, tani është një nga kompanitë më të suksesshme të produkteve organike në vend." Zemra e Larës u ndal për një moment. Arben Krasniqi, djali që shiste perime me karrocë? Vajza e pa me një shprehje të habitur. "Po, e njihni?" Lara nuk dinte çfarë të thoshte. Ajo ndjeu një val emocioni, befasi, turpi dhe diçka që nuk e kuptonte dot. Po, e kam parë dikur. Ku është tani?" "Ai ka zyrën qendrore këtu në qytet", tha vajza, duke i dhënë Larës një flet palosje me informacion, por zakonisht është shumë i zënë. Lara mori flet palosjen dhe e falenderoi vajzën. Ajo u largua duke lexuar informacionin. Kishte një foto të Arbenit në flet palosje. Ai qëndronte përpara një zyre moderne i veshur me një kostum elegant dhe duke buzëqeshur me besim. Teksti poshtë fotos thoshte: "Nga ëndër në realitet, historia e Arben Krasniqit." Lara ndeu një dhimbje të thellë në gjoks. Ndërsa bota e saj kishte rënë, bota e tij kishte ngritur. Ndërsa ajo kishte humbur gjithçka, ai kishte ndërtuar gjithçka. Dhe më e rëndësishmja, ai e kishte bërë këtë me punë të ndershme, me integritet dhe me një qëllim që shkonte përtej parave. Ajo e dinte çfarë duhet të bënte. Ishte e vështirë, por e duhura. Duhet të shkonte ta gjente Arbenin dhe t'i kërkonte falje. 3 ditë më vonë, Lara mblodhi guximin dhe shkoi në zyrën qendrore të Nga toka ime. Ishte një ndërtesë moderne me 2 kate në një zonë të re biznesi në periferi të qytetit. Jashtë kishte një obor të vogël me pemë lule dhe një tabelë të madhe me logon e kompanisë. Lara hyri brenda. Zyra ishte e hapur edhe e ndriçuar me tavolina të shpërndara ku punonjësit punonin në kompjutera. Në mure kishte foto nga fermat, nga shpërndarja e produkteve dhe nga ngjarje bamirësie që kompania kishte organizuar. Një recepcionist i ri e përshëndeti. "Mirëdita, si mund t'ju ndihmoj?" Lara hezitoi. "Dëshiroja të flisja me zotëri Krasniqi, nëse është e mundur." Recepcionisti e pa me një shprehje të sjellshme. "A keni takim?" "Jo, por është personale. Mund t'i thoni se Lara Berisha dëshiron të takoj?" Recepcionisti e pa për një moment si të përpiqej ta kujtonte emrin, pastaj mori telefonin dhe telefonoi. Pas pak sekondash, ai hodhi telefonin. Ai tha se mund të ngjiteni. Zyra e tij është në tatin e dytë, dera e dytë djaftas. Lara e falenderoi dhe u ngjit në shkallë. Zemra po i rrehte fort. Çfarë do t'i thoshte? Si do ta shihte ai? Ajo tropiti lehtë në derë. "Hyni", tha një zë nga brenda. Lara e shtyu derën dhe hyri. Zyra ishte thjesht por elegante, një tavolinë e madhe prej druri, rafta me libra, një sofë monel dhe një dritare e madhe që shihte oborin. Dhe atje, pas tavolinës, qëndronte Arbeni. Ai kishte ndryshuar. Nuk ishte më djali me xhaketë grisur dhe duar të plasaritura. Tani vishte një këmishë të bardhë, pantallona elegante dhe duke i qetë dhe i sigurt. Por sytë e tij, ato sytë gri që ajo i kujtonte, ishin të njëjtë, të sinqert, të thellë dhe plot karakter. Arbeni e pa, dhe për një moment diçka kaloi në shprehjen e tij, një ndikim befasie mbase kujtim. Por ai e mbajti veten me sjellje profesionale. "Zonja Berisha", tha ai, duke u ngritur nga karrigja. "Uluni ju lutem." Lara ul në karrigen përballë tij, duke ndjerë se duart po i dridheshin. "Faleminderit që më pritët." Arbeni ul përsëri dhe vështroi me një shprehje neutrale. "Çfarë mund të bëj për ju?" Lara mori një frymë të thellë. Ishte koha. "Unë erdha për t'ju kërkuar falje." Arbeni ngriti vetullat, por nuk tha asgjë. Ai priti që ajo të vazhdonte. "2 vjet më parë në treg", filloi Lara dhe zëri po i dridhej, "ju takova dhe ju trajtova në mënyrën më të tmerrshme.
ju tallova, ju poshtërova, hodha para mbi produktet tuaja sikur ju ishin asgjë dhe bëra këtë vetëm sepse ju ishin i varfër dhe unë mendoja si isha më e mirë se ju. Ajo ndaloi duke përpjekur të mbante lotët që po mblidhen. Nuk kisha të drejtë. Ju nuk më kishit bërë asgjë dhe ju nuk meritonit atë trajtim. Unë isha e egër, e paarsyeshme dhe e plot me veten dhe ju kërkoj falje nga zemra. Një heshtje ra në dhomë. Arbeni e vështroi për disa sekonda pa folur. Pastaj, ai u përkul përpara, duke vënë duart mbi tavolinë. Pse? Pyetja ime një zë të qetë. Pse po më kërkoni falje tani, pas gjithë këtij kohe? Lara e pa në sy, sepse jeta më mësoi një mësim që kurrë nuk do ta harroj. Unë humba gjithçka, parat, shtëpinë, miqt dhe krenarin time. Dhe kur u gjenda në pozicion që dikur ju ishin, kuptova se sa e tmerrshme kam qenë. Kuptova çfarë dëmi mund të bëjnë fjalët dhe kuptova se ju nuk meritonin asnjë nga ato që ju thash. Bënit. Por mbi të gjitha, njeva vendosmëri. Vendosmëri për të provuar se vlera një personi nuk matet me parat që ka, por me karakterin që zotëron. Lara ulën kokën. Dhe e bët, tani ju jeni suksesshëm, ndërsa unë jam asgjë. Jo, tha Arbeni, dhe zëri i ishte më i butë tani. Ju nuk jeni asgjë. Ju jeni dikush që ka pasur guximin të vi këtu dhe të pranoj gabimin. Kjo kërkon forcë. Forcë më të madhe se ajo që duhet për të ndërtuar një kompani. Lara e pa me befasi. Ajo nuk e priste këtë. E falinderoni? Pyeti ajo, duke mos e besuar. Po, tha Arbeni, duke buzëqeshur për herë të parë, sepse ajo ditë në treg më jepti diçka që kurrë nuk e kisha pasur, një arsye më të fortë për të suksesuar. Çdo herë që ndjehesha i lodhur, çdo herë që doja të dorëzohesha, kujtoja atë moment dhe më jepte forcë të vazhdoja. Pra, në një mënyrë të çuditshme, ju më ndihmuam. Lara nuk mund ta mbante më. Lotët filluan të rrjedhin. Nuk e meritoj falsin tuaj. Mbase jo, tha Arbeni but. Por unë nuk jam personi që mban inat. Jeta është shumë e shkurtër për atë. Ju keni vuajtur mjaft, mendoj. Dhe nëse keni mësuar nga gabimet tuaja, atëherë ato gabime nuk kanë qenë të kota. Ai u ngrit dhe mori një shishe ujë nga një frigorifer i vogël në kënd. Ja dha Larës një gotë. Pini pak dhe ndaloni së qari. Keni bërë hapin më të vështirë. Keni pranuar të metat tuaja. Lara piu pak ujë dhe fshiu lotët. Faleminderit. Ju jeni shumë më bujar se sa e meritoj. Arbeni mul përsëri. Më thoni, çfarë po bëni tani? Ku punoni? Lara ju përgjigj me ngurim. Punoj si kamariere në një kafe. Nuk është shumë, por është diçka. Arbeni tundi kokën. Puna e ndershme është gjithmonë diçka. Por a keni menduar për të ardhmen? Çfarë dëshironi të bëni? Lara e pa me befasi. Askush nuk ja kishte bërë këtë pyetje prej muajsh. Unë nuk e di. Kam një diplomë në marketing, por nuk kam eksperiencë të vërtet. Askush nuk më merr seriozisht. Arbeni u përkul përsëri dhe vështroi me vëmendje. E dini, kompania ime po rritet shpejt. Ne kemi nevojë për njerëz që kuptojnë marketingun, mediat sociale, komunikimin me klientët. Nëse jeni e interesuar, mund t'ju ofroj një mundësi. Lara hapi syt gjerë. Ju po më ofroni një punë? Jo, tha Arbeni me një buzëqeshje të vogël. Po ju ofroj një shans. Nëse e dëshironi, mund të filloni si asistente në departamentin e marketingut. Paga nuk është e lartë në fillim, por do të mësoni shumë. Dhe nëse punoni seriozisht, do të keni mundësi të rriteni. Lara nuk mund ta besonte. Ajo kishte ardhur të kërkonte falje dhe tani po i ofroi një rrugë për të ndërtuar diçka të re. Por pse? Pse do të më ndihmonit pas gjithë shkaje që kam bërë? Arbeni u përkul mbrapa në karrige. Sepse unë besoj se njerëzit mund të ndryshojnë. Besoj në shanset e dyta. Dhe besoj se ju tani e kuptoni vlerën e punës së ndershme dhe respektit për të tjerët. Këto janë cilësitë që unë kërkoj tek punonjësit e mi.
Lara ndjeu një val mirënjohje, aq të fortë sa që gati nuk mund të fliste. Faleminderit, përshpëriti ajo. Nuk e di si t'ju falenderoj. Filloni duke punuar mirë, tha Arbeni me një buzëqeshje. Kjo është falenderimi më i mirë që mund të më jepni. Lara filloi punën te nga toka ime javën pasuese. Ditën e parë ishte e mbushur me nervozizëm. Ajo nuk e dinte se çfarë të priste, si do ta trajtonin kolegët e saj, si do të përballonte sfidat e reja. Por që nga momenti i parë, Arbeni siguroi që ajo të ndjehej e mirëpritur. Ai e prezantoi me ekipin, një grup njerëzish të rinj dhe të pasionuar që punonin me entuziazëm. Ata e përshëndetën me ngrohtësi, pa gjykime, pa pyetje të pakëndshme për të kaluarën e saj. Puna e Larës fillimisht ishte e thjeshtë, të menaxhonte llogaritë e mediave sociale të kompanisë, të përgatishte përmbajtje për postime, të përgjigjej mesazheve nga klientët. Ishte shumë më ndryshe nga jeta e saj e vjetër, ku asgjë nuk ishte rëndësi. Tani, çdo detaj kishte peshë. Çdo postim duhet të ishte i menduar mirë, çdo përgjigje për klientët duhet të ishte e sjellshme dhe profesionale. Në fillim, Lara bëri gabime. Njëherë postoi një foto pa e kontrolluar nëse informacioni ishte i saktë dhe mori kritika nga kolegët e saj. Njëherë tjetër, ajo i përgjigj një klienti në një ton pak të ashpër dhe Arbeni duhej të ndërhynte për ta qetësuar situatën. Por çdo gabim ishte një mësim, dhe Lara mësoi shpejt. Ajo filloi të lexonte më shumë për marketing digital. Shikoi video mësimore, pyeti kolegët e saj për këshilla. Dhe më e rëndësishmja, ajo punoi me përkushtim të plot. Pas 3 muajsh, Lara filloi të propozoi ide të reja. Ajo sugjeroi që kompania të fillojë një faqe TikTok ku të tregonte si mblidheshin produktet nga fermat. Arbeni u pajtua dhe videot u bën shumë popullare. Brenda një muaji, llogaria kishte 10.000 ndjekës. Ajo gjithashtu propozoi që kompania të organizonte ngjarje të hapura, ku klientët mund të vizitonin fermat dhe të shohin me sytë e tyre si punonin fermerët. Ideja u mirëprit me entuziazëm. Ngjarja e parë u mbajt në një fermë malore dhe erdhen mbi 200 persona. Ishte një sukses i madh. Arbeni e vuri re për kushtimin e Larës. Ai e pa se si ajo vinte në zyrë më herët se të tjerët dhe largohej më vonë. E pa se si prajtonte çdo detyrë me seriozitet. Dhe më e rëndësishmja, Ai e pa se si ajo kishte ndryshuar si person, ishte bërë më e përulur, më e sjellshme dhe më e kujdesshme ndaj të tjerëve. Një ditë, Arbeni sjeri Lara në zyrën e tij. Dëshiroja të flas me ju, tha ai kur ajo hyri. Lara ndiu një pikë nervozizmi. A ka ndonjë problem? Jo, përkundrazi, tha Arbeni me një buzëqeshje. Kam vendosur të ju promovoj. Ju do të jeni menaxherja e re e departamentit të marketingut. Paga do të rritet dhe do të keni më shumë përgjegjësi. Lara mbeti pa fjalë. Por, kam vetëm 3 muaj këtu. A jam gati? Unë besoj se po, tha Arbeni. Keni treguar se jeni e aftë, kreative dhe e përkushtuar. Këto janë cilësitë që unë vlerësoj, dhe besoj se do të bëni punë të shkëlqyer. Lara ndjeu lot mirënjohje duke i mbushur syt. Faleminderit Arben. Nuk e di si ju keni ndryshuar jetën time. Arbeni tundi kokën. Ju e ndryshuat vetë jetën tuaj. Unë vetëm ju dhash një shans. Pjesa tjetër ishte puna juaj. 6 muaj kaluan që nga momenti kur Lara filloi punën nga toka ime. Kompania vazhdoi të rritet me shpejtësi të madhe. Tani kishin 40 punonjës, 5 qendra shpërndarje në qytete të ndryshme dhe kontrata me mbi 500 fermerë. Produktet e tyre shiteshin jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut. Lara ishte bërë pjesë e pasvendësueshme e ekipit. Idetë e saj kishin ndihmuar që kompania të rriste dukshmërinë online. Ngjarjet që ajo organizonte kishin krijuar një lidhje të fortë me klientët. Dhe më e rëndësishmja, ajo kishte fituar respektin e të gjithë kolegëve të saj. Por jo vetëm kaq. Diçka tjetër po ndodhte, diçka që as Lara, as Arbeni nuk e kishin planifikuar. Ata po rriteshin të afërt. Filloi me biseda të vogla në kuzhinën e zyrës gjatë pushimeve të kafes, pastaj me diskutime më të gjata për strategjitë e kompanisë. Më pas, ata filluan të hanin drekë së bashku, duke folur jo vetëm për punën, por edhe për jetën, ëndrat e frikrat e tyre.
Arbeni zbuloi se pas sipërfaqes së re të Larës, asaj gruaje të suksesshme dhe të sigurt, fshihej një person që ende po luftonte me të kaluarën. Ajo i tregoi për netët kur nuk mund të flinte nga ankthi, për frikën se do të bënte përsëri gabime, për ndjesinë e humbjes së identitetit të saj të vjetër. Ndonjëherë nuk e njoh veten në pasqyrë, i tha ajo një ditë ndërsa rrinin në një park afër zyrës. Vajza që isha, ajo Lara e vjetër, ka vdekur, por ndonjëherë e mis, jo për parat apo luksin, por për atë siguri të pakuptim që kisha. Tani gjithçka është e pasigurt. Arbeni e pa me një butësi që e bëri Larën të ndihet e kuptuar. Pasiguria është pjesë e jetës, tha ai. Unë jetoj me të çdo ditë. Çdo mëngjes gjohem duke u pyetur nëse do të Mund ta mbaj këtë kompani në këmbë, nëse do të mund t'u jap punonjësve të mi një të ardhme të sigurt. Por kjo është ajo që na bën të gjallë. Lufta, puna, shpresa. Lara buzëqeshi, ti e bën të tingëlloj më pak friksuese. Sepse nuk je vetëm, tha Arbeni. Edhe për një moment, sytë e tyre u takuan dhe diçka kaloi midis tyre. Një lidhje e heshtur, e thellë, e papritur. Ata nuk folën për atë që po ndjenten, por të dy e dinin, ishte duke ndryshuar diçka ndërmjet tyre. Në një darkë kompanie, që u organizua për të festuar vitin e parë të suksesit, Arbeni mbajti një fjalim. Ai falenderoi të gjithë punonjësit për punën e tyre, pastaj u ndal dhe pa Larën që rrinte në tavolinën në të majt. Dëshiroj të them diçka të veçantë, tha ai. Kishte një person që erdhi në këtë kompani me një të kaluar të vështirë, por me një vullnet të fortë për të ndryshuar. Ajo punoi më shumë se kushdo tjetër për të provuar veten. Dhe sot, ajo është një nga arsyet kryesore pse ne jemi këtu ku jemi. Lara, ngriu lutem. Lara u ngrit, e kuqe në fytyrë dhe e befasuar. Të gjithë në sallë filluan të duartrokisnin. Arbeni vazhdoi. Ju më keni mësuar se të gjithë dhe meritojnë një shans të dytë. Falenderoj që besuat në këtë kompani dhe në veten tuaj. Kur darka e mbaroi, Arbeni dhe Lara ecën bashkë jashtë. Nata ishte e qetë, me yje që shkëlqenin në qiellin e pastër. Ata ecën në heshtje për disa minuta përpara se Lara të fliste. Pse e bëre atë brenda? Pyeti ajo butë. Nuk kishte nevojë të më falenderoje përpara të gjithëve. Arbeni ndaloi dhe u kthye ta shihte. E bëra sepse doja që të gjithë të dinin se si të çmoj punën dhe përkushtimin, por gjithashtu e bëra sepse doja që ti të dije se sa shumë të respektoj. Lara ndjeu zemën duke rrahur më shpejt. Arben, Lara, tha ai duke ndërprerë butë, e di që kjo mund të tingëllojë e çuditshme, e di që kemi një histori komplekse, por gjatë këtyre muajve kam filluar të ndjej diçka ndaj teje, diçka më shumë se respekt, diçka më shumë se miqësia. Lara ndjeu lot duke I mbushur syt. Edhe unë, përshpëriti ajo, por nuk e dija nëse kisha të drejtë. Nuk e dija nëse ti do të mundeshe ndonjëherë të më shihesi më shumë se dikush që dikur të trajtori keq. Arbeni mori dorën e saj me butësi. E kaluara është e kaluara. Ajo që shoh tani është gruaja që ke bërë, e fortë, e përkushtuar dhe e bukur nga brenda. Dhe dua ta njoha të grua më mirë. Lara nuk mund ta mbajtur më. Ajo u hodh në krahët e tij dhe qau. Për tani ishin lot gëzimit, të lehtësimit, të një fillimi të ri. Arbeni e mbajti ngushtë, duke e bërë të ndjetë të sigurt për herë të parë prej shumë kohësh. Unë nuk e meritoj dashurinë tënde, tha ajo me slotësh. Mbase jo, tha Arbeni me një buzëqeshje të vogël, por askush nuk meriton plotësisht dashurinë e dikujt. Ne thjesht e zgjedhim ta japim. Muajt që pasuan ishin ndër më të lumturit në jetën e Larës. Ajo dhe Arbeni filluan të takohen jashtë punës, të kalonin kohë së bashku, të njihnin familjet e njëri tjetrit. Lara takoi nënën e Arbenit, Shpresën, dhe fillimisht pati frikë se si do të pritej. Por Shpresa, me intuitën e saj të nënës, pa sinqeritetin në sytë e Larës. Ti e ajo vajza nga tregu apo jo? Pyeti Shpresa një ditë kur Lara erdhi në shtëpinë e tyre për darkë. Lara ulën kokun me turp. Po, jam unë, dhe më vjen shumë keq për ato që thash atë ditë. Shpresa vuri dorën mbi krahun e saj. Biro, të gjithë bëjmë gabime. Ajo që ka rëndësi është se si I rregullojmë. Ti erdhe tek djali im me një zemër të ndershme. Kjo më mjafton. Lara ndjeu një ngrohtësi të madhe. Për herë të parë prej shumë kohësh, ajo ndjeu se bënte pjesë në një familje të vërtet, një ku dashuria nuk bazohej në para, por në respekt dhe mirëkuptim. Por ju gjithçka ishte lehtë.
Një ditë, Arbeni mori një telefonat që shqetësoi. Ishte nga një investitor i madh nga Gjermania që kishte shprehur interes për të blerë nga Tokaina. Ai ofroi një shumë marramense, 2 milion euro. Arbeni thirrri një mbledhje me ekipin e tij menaxherial, duke përfshirë Larën. "Më është bërë një ofertë", tha ai duke shpjeguar situatën. "Nëse e pranoj, të gjithë ne do të përfitojmë financiarisht, por kompania do të kalojë në menaxhim të ri. Ata thonë se do të ruajnë misionin ton, por nuk jam i sigurt." Lara ishte e para që foli. "Çfarë do t'i dhet, Arben? Kjo është kompania jote. Ti e krijove nga zgjërja." Arbeni u përkul mrapa dhe shikoi tavanin. "Nuk e di. Nga njëra anë, 2 milion euro do të ndryshonin jetën time dhe të familjes sime përgjithmonë. Do të mund të jep një nënës sime një jetë të rehatshme, do të mund të investoja në projekte të reja, por nga ana tjetër, kjo nuk është vetëm për parat", vazhdoi një nga menaxherit e tjerë, Besniku, një burr në të 40-tat që kishte mën Arbenin që nga fillimi. "Kjo kompani përfaqëson diçka më të madhe. Përfaqëson nder, punë të ndershme dhe një mision për të ndihmuar fermerët dhe konsumatorët." Arbeni tondi kokën. "Pikërisht. Nëse e shes, a do të humbas kjo shpirt?" Lara e pa Arbenin me një shprehje të butë. "Vendimi është yt, por të them diçka që më ke mësuar ti. Parat vinë dhe shkojnë, por vlerat mbeten përgjithmonë. Ti e krijove këtë kompani jo për të pasuruar, por për të ndryshuar jetën e njerëzve. Nëse e shet, a do ta kesh ende atë kënaqësi?" Arbeni ata dhe buzëqeshi. "E di çfarë duhet të bëj." Ditën e mëpasshme, Arbeni u takua me investitorin dhe e refuzoi ofertën. "Faleminderit për interesin", tha ai, "por nga toka ime nuk është përshitje. Jo sepse nuk e çmoj ofertën tuaj, por sepse kjo kompani është më shumë se një biznes për mua. Është pjesë e identitetit tim." Investitori respektoi vendimin, megjithse ishte i zhgënjur. "Të kuptoj", tha ai, "por nëse ndonjëherë ndryshon mendje, dera është e hapur." Kur Arbeni u tregoi ekipit për vendimin, të gjithë duar trokitën. Besnik e përqafoi. "E bëre zgjedhjen e duhur, shef." Lara e puthi mu faqe. "Jam krenare për ty." Një ditë, ndërsa Lara po ecte në qytet për të blerë disa materiale për një fushatë reklamuese, ajo pa një fytyrë të njohur, Rinën, njërën nga i shoqet e saj. Rina ishte veshur luksozëm si gjithmonë, duke mbajtur çanta të shtrenjta dhe duke folur në telefon me një zë të lartë dhe arrogant. Lara nguroi për një moment duke menduar nëse duhej ta shmangte, por vendosi të vazhdonte. Ajo nuk ishte asgjë për të turpëruar më. Ndërsa kalonte pranë, Rina e pa. "O Zot, Lara?" thiri Rina duke e ndaluar. "Je ti?" "Përshëndetje Rina." Lara e skanoi me sy nga koka te këmbët. Vureti veshjen e saj të thjesht por të pastër dhe çantën e vogël të zyrës që mbante. "Wow, je ndryshe. Kur të pash herën e fundit ishe duke shërbyer kafe. A je akoma atje?" "Jo", tha Lara me qetësi. "Tani punoj në një kompani. Jam menaxhere e marketingut." Rina ngriti vetullat. Befa se vërtet. "Menaxhere? Seriozisht? Në cilën kompani?" "Nga toka ime", tha Lara me një krenari të butë. "Mbase ke dëgjuar për to. Kemi rritur dukshmërinë tonë shumë kohët e fundit." Rina e pa për një moment, sikur po përpiqej të vendoste nëse Lara po tallej apo ishte serioze. "Oh, mirë për ty", supozoi. Lara mund të ndjente tensionin e zërin të Rinës. Ishte i qartë se ajo nuk e priste që Lara të kishte rikuperuar kështu. "Po ti Rina, si po shkojnë gjithçka?" Rina u përpoq të ruante një pamje të sigurt. "E shkëlqyer natyrisht. Baba im sapo bleu një vilë të re në Bregdet. Ne po planifikojmë të shkojmë atje për verë." "Sa bukur", tha Lara me sinqeritet. "Shpresoj ta shijosh." Kishte një heshtje të çuditshme. Rina dukej si të mos dinte çfarë të thoshte më. Lara e kuptoi se nuk kishte më asnjë lidhje me atë botë, me ato njerëz. Ajo kishte lëvizur përpara. "Më fal Rina, por duhet të shkoj", tha Lara. "Kam një takim për 10 minuta. Ishte mirë të shoh." Ajo iku para se Rina të mund të përgjigjej. Ndërsa ecte, Lara ndjeu një lehtësi të çuditshme. Nuk ndjeu zemërim, as inat, as dëshirë për t'i treguar Rinës se sa kishte gabuar. Ajo thjesht ndjeu paqe. Por kthesa e vërtet erdhi një javë më vonë. Arbeni morri një telefonat nga një gazetar i njohur që donte të bënte një intervistë për historinë e tij dhe të kompanisë. "Njerëzit duan të dinë si u bëre i suksesshëm", tha gazetari. "Historia jote është frymëzuese." Arbeni pranoi,
por kishte një kusht. Duaj që Lara Berisha, menaxherja ime e marketingut, të jetë gjithashtu pjesë e intervistës. Ajo ka luajtur një rol të madh në suksesin ton. Gazetari u pajtua. Intervista u zhvillua në një studio televizive lokale dhe u transmetua live në një kanal popullor. Arbeni tregoi historinë e tij, si filloi me një karrocë të vjetër, si u tall dhe po shtërua, si punoi ditë e natë për të ndërtuar diçka më të madhe. Pastaj erdhi momenti kur gazetari e pyeti: "Dhe zonja Berisha, si u bët pjesë e kësaj historie?" Lara mori një frym të thellë. Ajo e dinte se kjo ishte shansi për të folur publikisht. "Historia ime fillon me një gabim," tha ajo me sinqeritet. 2 vjet më parë, unë takova Arbenin në një treg. Ai po shiste perime me një karrocë të vjetër, dhe unë e trajtova në mënyrën më të tmerrshme. E tallova, e poshtërua, dhe mendoja se isha më i mirë se ai vetëm sepse kisha para. Gazetari duke i befasuar, por Lara rënë të vazhdonte. "Pastaj jeta ime ndryshoi," vazhdoi Lara. "Humba gjithçka, parat, luksin, miqt, dhe kur u gjeta në pozitën që ai kishte qenë, kuptova se sa gabim kisha bërë. Shkova tek Arbeni për t'i kërkuar falje, dhe ai, në vend që të më refuzonte, më dha një shans të dytë. Më mësoi se vlera e një personi nuk matet me parat, por me karakterin, dhe për këtë do t'jem përgjithmonë mirënjohëse." Kur intervista përfundoi, telefoni i Larës u mbush me mesazhe. Disa ishin mbështetëse, duke e lavdëruar për sinqeritetin e saj. Të tjerë ishin kritik, duke thënë se ajo po përpiqej të pastronte imazhin e saj. Por Lara nuk e interesonte çfarë mendonin të tjerët. Ajo thjesht kishte thënë të vërtetën, dhe kjo e bënte të ndihet e lirë. Pas një viti të plotë që ishin së bashku, Arbeni vendosi se ishte koha për një hap të madh. Ai planifikoi gjithçka me kujdes. Një fundjavë, ai e fton Larën për një ekskursion në fshatin ku kish rritur. Fshatin ku nëna e tij ende jeton dhe ku kopshti i vogël vazhdon të prodhoj pemë dhe perime. "Dua që të shohësh ku filloi gjithçka," i thaj. Ata nisën në mëngjes të hershëm. Rruga ishte e bukur. U ngjitën nëpër male, kaluan nëpër fushat e gjelbërta dhe përgjat lumejve të vegjël që shkëlqenin në diellin e pranverës. Kur mbërritën në fshat, Lara u befasua nga qetësia dhe bukuria e vendit. Shtëpit ishin të vogla, por të pastërta dhe të mirëmbajtura. Njerëzit i përshëndetën me buzëqeshje dhe fjalë të mira. Arbeni e çoi Larën në shtëpinë e tij. Nëna e tij, Shpresa, i priti me një përqafim të ngrohtë dhe një darkë të pasur, byrek, japrak, tav me mish dhe perime nga kopshti. Ata ngrënë së bashku duke folur dhe qeshur, dhe Lara ndjeu se kjo familje vogël kishte më shumë dashuri se sa kishte parë ndonjëherë në vilën e saj luksoze. Pas darkës, Arbeni e mori Larën për një shëtitje në fushë. Dielli po përkulej drejt horizontit, duke ngjyrosur qiellin me ngjyra portokallie dhe roz. Ata ecën në heshtje për një kohë, duke shijuar bukurinë e natyrës. Pastaj Arbeni ndaloi. "Lara, ka diçka që dua të tregoj." Ai e çoi deri në një vend të veçantë, një pemë e vjetër moll që qëndronte vetëm në mes të një fushe. Nën pemë kishte një stol të vogël druri që Arbeni kishte ndërtuar me duart e tij kur ishte fëmijë. "Ky ishte vendi ku vija kur kisha nevojë të mendoja," tha ai. "Vendi ku ndroja për një jetë më të mirë. Dhe tani dua të krijoj një kujtim të ri këtu." Arbeni u gjynjëzua dhe nxori një kuti të vogël nga xhepi. Lara vuri dorën në gojë, duke kuptuar çfarë po ndodhte. "Lara," tha Arbeni, duke parë në sy me një dashuri aq të thellë sa që Lara ndjeu se zemra do t'i shpërthente. "Ti më ke mësuar se njerëzit mund të ndryshojnë. Më ke treguar se dashuria e vërtet nuk është për pamje ose para, por për shpirtin e dikujt. Dua të kaloj pjesën tjetër të jetës sime me ty, duke ndërtuar ëndra të reja dhe duke mbështetur njëri tjetrin. A do të martohesh me mua?" Lara nuk mund të fliste. Lotët po i rrjedhin lirshëm. Ajo tundi kokën me forcë. Po, Arben, po!"
Arbeni u ngrit dhe përqafoi. Ata qëndruan atje nën pemën e vjetër moll, duke u puthur ndërsa dielli perëndonte dhe yjet filluan të shfaqen në qiell. Dasma u mba 6 muaj më vonë. Ishte një ceremoni e thjeshtë por e bukur, e mbajtur në një kopsht jashtë qyteti. Nuk kishte luksuze të pruar, por kishte diçka më të vlefshme. Dashuri të vërtet dhe miq të sinqert. Lara veshi një fustan të bardhë të thjeshtë por elegant. Arbeni veshi një kostum të zi klasik. Nëna e Arbenit qau gjatë gjithë ceremonisë, por ishin lot gëzimi. Edhe nëna e Larës erdhi. Megjithse marrëdhënia e tyre kishte qenë e tensionuar pas falimentimit, ato kishin filluar të riparonin lidhjen. Gjatë fjalimit të tij, Arbeni tha diçka që e bëri të gjithë të qanin. Jeta më ka mësuar se suksesi i vërtet nuk matet me paratë që fitojmë, por me njerëzit që ndikojmë dhe dashurinë që ndajmë. Sot, duke u martuar me Larën, unë jam njeriu më i pasur në botë. Pas dasmës, jeta e tyre së bashku filloi. Ata blen një shtëpi të vogël jo shumë larg zyrës së kompanisë. Një vend i thjeshtë, por i ngrohtë, ku filluan të ndërtonin një jetë të re. Por sikurse gjithmonë sfidat e reja shfaqen, kompania nga toka ime vazhdoi të rritej dhe me rritjen erdhi presioni. Konkurrentët u bën më agresiv. Disa prej tyre filluan të kopjonin modelin e tyre. Kishte edhe komente negative në internet, disa nga njerëz që thonin se produktet nuk ishin vërtet organike, të tjerë që akuzonin kompaninë për çmime të larta. Arbeni dhe Lara punuan së bashku për të përballuar këto sfida. Ata rritën transparencën, vendosën kamera në ferma që transmetonin live, publikuan raporte të detajuara për produktet e tyre, dhe ftuan klientët të vizitonin operacionet e tyre në çdo kohë. Një ditë, Lara sugjeroi diçka të re. Çfarë nëse krijonim një fondacion? Tha ajo. Një fond që ndihmon fermerë të rinj të fillojnë bizneset e tyre. Do të ishte një mënyrë për të kthyer diçka nga suksesi ynë. Arbeni e dashuroi idenë. Brenda 3 muajve, ata themeluan fondacionin Nga Toka Ime, që ofronte grante vë trajnime falas për fermerë të rinj. Fondacioni ndihmoi 10 familje të fillojnë biznese të vogla bujqësore. Kjo iniciativë u prit me entuziazëm nga komuniteti. Gazetat shkruan artikuj lavdërues, televizionit i ftuan për intervista, dhe më e rëndësishmja, Arbeni dhe Lara ndjen se po bënin diçka vërtet të rëndësishme. Po ndihmonin njerëz të ndryshonin jetën e tyre, ashtu siç ishte ndryshuar jeta e tyre. Një vit pas dasmës, Lara po ecte në qendër të qytetit për të blerë dhurata për ditëlindjen e Arbenit, kur pa një pamje që e bëri të ndaloj. Përpara një restoranti luksoz, një grua e re po debatonte me një menaxher. Gruaja ishte Rina, por Rina tani dukej shumë ndryshe. Veshja e saj nuk ishte më aq e shtrenjtë, flokët e saj ishin të pakujdesura, dhe shpreha e saj ishte e dëshpëruar. Ju lutem, po thoshte ajo, ju premtoj se do t'ju paguaj javën e ardhshme. Babai im sapo ka probleme të përkohshme, por gjithçka do të zgjidhet. Menaxheri tundi kokën me keqardhje. Më vjen keq, por nuk mund të vazhdojmë të ju japim kredi. Ju keni tashmë borxh prej 3 muajsh, duhet të paguani, ose nuk mund të punoni më këtu. Rina ul në një shtul jashtë restorantit, duke vënë kokën në duar. Lara qëndroi atje për një moment, duke ndier një përzierje emocionesh. Pjesa e saj e vjetër do të kishte ndier gëzim, një lloj hakmarrjeje, por personi që ishte tani ndjeu diçka tjetër, mëshirë. Ajo ju afrua Rinës. Përshëndetje Rina. Rina e pa dhe fytyra e saj u bë e kuqe nga turpi. Lara, e pash gjithçka. Supozoj se je këtu për të qeshur me mua apo jo? Jo, tha Lara but duke ulur pranë saj. Nuk jam këtu për të qeshur. Dëshiroj të di nëse je mirë. Rina nuk e priste këtë. Ajo e pa Larën me një shprehje të parzir befasie dhe dyshimi. Pse do t'i interesoheshe, pas gjithçka që të bëra, pas mënyrës se si të trajtova? Sepse kuptoj se çfarë po kalon, tha Lara. Kam qenë atje, e di se si ndihet kur gjithçka bie cop-cop. Lotët filluan të rrjedhin nga sytë e Rinës. Babai im humbi punën. Kompania ku punonte faluentoi. Ne humbëm shtëpinë. Tani jetoj me gjyshen time në një apartament të vogël. Unë punoj këtu si kamariere, por nuk mjafton. Nuk di çfarë të bëj më. Lara vuri dorën mbi krahun e Rinës. E di që është e vështirë, por besom, ka shpresë. Gjithmonë ka.
Rina e pa me lot. Ti më ndihmon? Pas gjithçka që bëra? Po, tha Lara me një buzëqeshje të vogël, sepse dikush më ndihmoi kur nuk e meritoja, dhe tani është rradha ime të bëj të njëjtën. Lara i dha Rinës numrin e saj të telefonit. Thirr më nesër, kompania jon po kërkon njerëz për shërbim ndaj klientëve. Nuk është pozicion i lartë, por është një fillim i ndershëm. Rina nuk mund ta besonte. Vërtet do të më jepi një shans? Të gjithë meritojnë një shans të dytë, tha Lara, duke përsëritur fjalët që Arbeni ja kishte thënë asaj dikur. Por kjo varet nga ti. Nëse vjen, duhet të punosh me përkushtim dhe të trajtosh të gjithë me respekt. Rina tundi kokën me forcë. Do ta bëj, premtoj. Kur Lara ju kthye në shtëpi atë mbrëmje, ja tregoi Arbenit çfarë kishte ndodhur. Ai buzëqeshi me krenari. Ti po bëhesh gjithnjë më e ngjashme me atë që doja që të bëheshe. Çfarë? Pyeti Lara duke buzëqeshur. Versionin më të mirë të vetës sate. 2 vjet pas dasmës, Lara dhe Arbeni po jetonin një jetë të lumtur. Kompania vazhdonte të rritej, tani kishin 150 punonjës dhe po hapnin deg edhe në Serbi. Fondacioni i tyre kishte ndihmuar mbi 200 fermerë të rinj dhe marrëdhënia e tyre ishte më e fortë se kurrë. Një mëngjes Lara u zgjua duke ndjerë të përziera. Ajo kishte qenë e lodhur javët e fundit dhe kishte vënë në re disa ndryshime në trupin e saj. Ajo vendosi të bënte një test shtatzanie. Kur shikoi rezultatin, zemra filloi të rrithte me forcë. Pozitiv. Ajo ishte shtatzën. Lara qëndroi në banjë për disa minuta, duke përpunuar lajmin. Një pjesë e saj ndinte gëzim të pastër, pjesa tjetër ndjeje friksuar. A do të ishte nën e mirë? A do të mund të balanconte punën dhe familjen? Por kur doli dhe ja tha Arbenit, të gjitha dyshimet zhduken. Fytyra e tij ndriçoi me një gëzim aq të pastër sa që Lara filloi të qante. Ne do të kemi një fëmijë? Pyeti ai duke e marrë në krah. Po, tha ajo duke qeshur mes lotësh, do të jemi prindër. Arbeni e puthi dhe e mbajti ngushtë. Ky është dita më e lumtur e jetës sime. 9 muaj që pasuan ishin plot emocione, gëzim, ankth, përgatitje dhe dashuri. Arbeni u bë akoma më i kujdesshëm ndaj Larës. Ai siguroi që ajo të pushonte mjaftueshëm, të hante shëndetshëm dhe të mos e mbinjarkonte veten me punë. Lara nga ana tjetër filloi të përgatitej për rolin e nënës. Ajo lexoi libra, ndoqi kurse dhe foli me nëna të tjera për këshilla. Dhe çdo natë ajo dhe Arbeni uleshin së bashku dhe flisnin me bebin që ende nuk ishte lindur, duke i treguar histori dhe duke i kënduar këngë. Në një natë dimri, Lara filloi të ndjente dhimbjet e lindjes. Arbeni e çoi në spital me shpejtësinë e dritës, duke mbajtur dorën e saj gjatë gjithë rrugës. Procesi lindjes ishte i gjatë dhe i vështirë, por kur në fund dëgjuan qarjen e parë të bebit, gjithçka vleti. Ishte një vajzë e vogël dhe bukur, me sy të mëdhenj dhe një tuf flokësh të errët. Infermierja e ja dha Larës dhe në momentin që e mori në krah, Lara ndjeu një dashuri aq të thellë, saqë mendonte se zemra do t'i shpërthente. Përshëndetje voglushe ime, unë jam mamaja jote. Arbeni qëndron pranë tyre, duke qarë lirshëm nga gëzimi. Ai preku faqen e vogël të bebes me një butësi të pafund. Është e përsosur, tha ai, ashtu si nëna e saj. Ata e emëruan Shpresa, në nder të nënës së Arbenit dhe për të simbolizuar shpresën që ajo përfaqësonte për të ardhmen e tyre. Javët e para me Shpresën ishin plot sfida, net pa gjumë, shqetësime të vazhdueshme, lodhje ekstreme. Por çdo herë që Lara e shihte vajzën e saj të vogël duke buzëqeshur ose duke fjetur paqësisht, ajo ndjeu se gjithçka vleti. Një ditë, ndërsa Lara po ushqente Shpresën, Arbeni ul pranë tyre dhe tha: "E di çfarë mendoj?" "Çfarë?" pyeti Lara. Se gjithçka që kemi kaluar, vështirësitë, dhimbja, gabimet, të gjitha na çuan drejt këtij momenti dhe nuk do të ndryshoja asgjë. Lara buzëqeshi, ason, sepse të gjitha ato na mësuan të çmojmë atë që kemi dhe të jemi mirënjohës për çdo ditë. 5 vjet pas takimet të tyre të parë në treg, Arbeni u ftua për të folur në një konferencë ndërkombëtare për sipërmarrësit e rinj. Ishte një ngjarje e madhe, me qindra pjesëmarrës nga gjithë bota. Tema e tij ishte:
nga poshtërimi në sukses, si të kthesh dhimbjen në forcë. Lara ishte në sallë, duke mbajtur shpresën e vogël në prehër. Ajo e dëgjoi Arbenin duke treguar historinë e tij, nga karrigja e vjetër në treg deri te kompania e suksesshme që kishte krijuar. Ai foli për poshtërimet që kishte përjetuar, për netët kur kishte dashur të dorëzohej, por edhe për njerëzit që e kishin mbështetur dhe dashurinë që e kishte mbajtur në këmbë. Pastaj, në fund të fjalimit, ai tha diçka që e bëri Larën të qante. Ka një person këtu sot që ka qenë pjesë kyçe e kësaj historie. Ajo më takoi në ditën më të keqe të jetës sime dhe më trajtoi në mënyrën më të tmerrshme. Por pastaj, kur jeta e saj ndryshoi, ajo erdhi tek unë me një zemër të ndershme dhe kërkoi falje. Dhe unë e falova. Jo sepse ajo e meritonte, por sepse besova se njerëzit mund të ndryshojnë. Ai ndaloi dhe e pa Larën. Ajo grua tani është bashkëshortja ime, nëna e fëmijës sime dhe partnerja ime në çdo gjë që bëj. Dhe dua që të gjithë ju të dini diçka. Mos gjykoni kurrë njerëzit nga ku janë sot. Gjykojini nga ku mund të shkojnë nëse u jepet shansi. Salla shpërtheu në duar trokitje. Lara qau, por tani ishin lot krenarie dhe mirënjohje. Pas konferencës, shumë njerëz ju afruan Arbenit dhe Larës për t'i falenderuar për historinë e tyre. Disa ndanë historitë e tyre, se si edhe ata kishin qenë të poshtruar, por kishin gjetur forcën për të vazhduar. Të tjerë thanë se historia e tyre i kishte frymëzuar për të dhënë shanca të dyta njerëzve në jetën e tyre. Një grua e moshuar erdhi dhe e mori dorën e Larës. Faleminderit, tha ajo. Historia juaj më kujtoi se kurrë nuk është shumë vonë për të ndryshuar. Në përvjetorin e 5 të kompanisë Nga toka ime, Arbeni dhe Lara vendosën të organizonin një ngjarje të veçantë. Ata u kthyen në tregun e vjetër, vendin ku gjithçka kishte filluar. Por tani, gjërat ishin shumë të ndryshme. Ata nuk erdhën me një karrocë të vjetër, por me një tendë të madhe profesionale, me banera, me produkte të ambalazhuara bukur dhe me një ekip të plot punonjësish. Ata organizuan një fest për komunitetin, shpërndan produkte falas, ofruan ushqim pa pagesë dhe dhanë çmime për fëmijët. Nëna e Arbenit Shpresa ishte atje. Ajo qëndronte në tendë duke buzëqeshur krenare, ndërsa shihte gjalin e saj dhe nusen e saj duke ndërvepruar me njerëzit. Ajo mbante shpresën e vogël në krah, duke i treguar asaj për gjyshurin e saj që nuk e kishte takuar kurrë. Gjyshi yt do të ishte kaq krenar për shpëritja ajo në veshën e bebes. Ai diti gjithmonë se babai yt do të bënte gjëra të mëdha. Ndërsa eventi po zhvillohej, një burr i vjetër ju afrua Arbenit. Ishte njëri nga tregtarët e tjerë që kishte qenë në treg atë ditë para 5 vjetësh, ai që kishte parë gjithçka që kishte ndodhur. E mbaj mend atë ditë, tha burri, duke shtrënguar dorën e Arbenit. Kur ajo vajza të trajtoje aq keq, unë mendova se do të thyeje, por ti nuk e bëre. Ti ngrite kokën lart dhe vazhdove, dhe shiko tani ku je. Arbeni buzëqeshi. Faleminderit që e mbani mend. Ajo ditë më mësoi diçka të rëndësishme, që dinjiteti nuk varet nga si të trajton dikush tjetër, por nga si zgjedh ti të përgjigjeshe. Burri tundi kokën me urtësi. Fjalë të urta nga një njeri i ri. Zoti të bekoft ty dhe familjen tënde. Në fund të ditës, Arbeni dhe Lara qëndruan së bashku në vendin e sakt ku kishte qenë karrigja e vjetër. Dielli po perëndonte, duke pikturuar qiellin me ngjyra të bukura. A e kupton se sa larg kemi ardhur? Pyeti Lara, duke mbajtur dorën e Arbenit. Po, tha Arbeni, por udhëtimi nuk ka mbaruar akoma. Ka ende shumë për të bërë, shumë njerëz për të ndihmuar, shumë ëndra për të ndërtuar. Lara vuri kokën në shpatullën e tij. Dhe do t'i bëjmë të gjitha së bashku. 10 vjet pas atij takimi të parë në treg, Nga toka ime ishte bërë një nga kompanitë më të respektuara në rajon.
Kishin 800 punonjës, operonin në 5 vende dhe kishin ndihmuar mbi 2000 fermerë të përmirësonin jetën e tyre. Fondacioni i tyre kishte dhënë bursa për qindra të rinj që donin të studiojnë bujqësi. Arbeni dhe Lara tani kishin 2 fëmijë, Shpresën, që tani ishte 8 vjeçe, dhe një djalë të vogël 3 vjeçar që i kishin quajtur Burim, në nder të babait të Arbenit. Një mbrëmje, gjatë një darke familjare, Shpresa e pyeti baban e saj: "Babi, si u bëre i suksesshëm?" Arbeni buzëqeshi dhe e pa të bien në sy. "Do të them një sekret, Shpresa. Suksesi i vërtet nuk është sa para fiton ose sa i famshëm bëhesh. Suksesi i vërtet është kur mund të hash në pasqyrë dhe të jesh krenar për personin që shikon." "Por si arriesh atje?" pyeti Shpresa, kurioze si gjithmonë. "Me punë të ndershme," tha Lara, duke ju bashkuar bisedës. "Me respekt për të tjerët, me përkushtim për të bërë gjëra të mira, dhe me guxim për të qëndruar në këmbë, edhe kur të gjithë rreth teje po të shtyn poshtë." Arbeni tundi kokën dhe duke mos harruar kurse nga erdhe. "Unë nuk harroj kur atë karrocë të vjetër, ato ditë ftohta në treg, ato momente kur ndjeva se nuk kisha asnjë shpresë, sepse ato momente më bën atë që jam sot." Shpresa mendoi për një moment, pastaj buzëqeshi. "Kur të rritem, dua të jem si ti dhe mama, dua të ndihmoj njerëzit." Arbeni dhe Lara e përqafuan vajzën e tyre. "Dhe ne do të jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap të rrugës," tha Arbeni. Atë natë, pasi fëmijët shkuan në shtrat, Arbeni dhe Lara ulen së bashku në balkonin e shtëpisë së tyre, duke parë yjet. "A mendon ndonjëherë për atë ditë në treg?" pyeti Lara. "Çdo ditë," tha Arbeni, "dhe çdo ditë jam mirënjohës për të, sepse pa atë ditë ne nuk do të ishim këtu." Lara mbështeti kokën në shpatullën e tij. "Jeta është e çuditshme, apo jo? Momenti më i keq mund të të çojë të gjërat më të mira." "Po," tha Arbeni, "dhe kjo është arsyeja pse nuk duhet të dorëzohemi kur, sepse nuk e dim se çfarë të mrekullueshme mund të jetë pas kthesës së ardhshme." Historia e Arbenit dhe Larës përhapet shumë përtej komunitetit të tyre. Ata u ftuan për të folur në universitete, në konferenca ndërkombëtare, në ngjarje të ndryshme. Ata shkruan një libër për eksperiencën e tyre që u bë bestseller. Por për Arbenin dhe Larën, e rëndësishmja nuk ishte fama ose njohja. E rëndësishmja ishte mesazhi që po përhapnin, që askush nuk duhet të gjykohet nga sa ka apo çfarë vishe, që të gjithëve meritojnë respekt dhe dinjitet, që gabimet e së kaluarës nuk të përcaktojnë të ardhmen, që me punë, përkushtim dhe besim në veten, çdo gjë është e mundur. Vite më vonë, kur Arbeni ishte 50 vjeç dhe Lara ishte 48, ata u kthyen përsëri në tregun e vjetër. Tani ai ishte modernizuar, kishte dyqane të reja, rrugë të pastruara, por mbajtën ende shpirtin e vjetër. Ata ecën deri te vendi ku dikur kishte qenë karrigja e vjetër. Tani atje qëndronte një monument i vogël që Bashkia e Qytetit kishte ngritur në nderim të sipërmarrësve që kishin filluar nga hiçi. Dhe në atë monument kishte një pllak me mbishkrim: "Këtu fillojnë ëndrat, këtu lindën shpresat, këtu provuan që asgjë nuk është e pamundur nëse ke zemër të fortë dhe duar të gatshme për punë." Arbeni dhe Lara qëndruan atje, duke mbajtur duart e njëri tjetrit, duke kujtuar udhëtimin e gjatë që kishin bërë. "Do ta bëje përsëri?" pyeti Lara. "Do të kaloja nëpër gjitha të dhimbje dhe vështirësi përsëri?" Arbeni e pa në sy dhe buzëqeshi. "Padyshim, sepse gjithë ato na quan deri këtu, dhe nuk ka asnjë vend tjetër ku do të doja të isha." Ata u puthën butë ndërsa dielli po perëndonte pas kodrave, duke mbyllur një kapitull dhe duke hapur një tjetër të pafundëm. Kjo ishte historia e Arbenit dhe Larës, një histori për përullësi, falsi dhe transformimi. Një histori që na kujton se jeta na jep gjithmonë shansa të dyta nëse kemi guximin t'i kapërcejmë. Nëse kjo histori të preku zemrën, mos haro të lësh një like dhe të na shkruash një koment e çfarë mesazh morre nga ky rrëfim. A ke përjetuar ndonjëherë diçka të ngjashme? A ke qenë në pozitën e Arbenit ose të Larës? Ndaje me ne. Komuniteti ynë dëshiron të dëgjojë historinë tënde. Subscribe në kanal për më shumë histori frymëzuese si kjo. Çdo histori që ndajmë ka një mësim që mund të ndryshojë jetën tënde.
Dhe kujto, kur mos gjyko dikën nga ku është sot, gjykoje nga ku mund të shkojë nëse i jep shansin. Faleminderit që ishe këtu. Shihemi në videon e ardhshme.